Me mbroma dhe mirë se vini në War Report. Armiku i armiku tim është miku im. Me këtë shprehje do dua ta nis mbrëmjen e sot me emisionin ku do të zhvendosemi nga çështjet e aktualitetit për të folur tashmë mbi balancat e forcës dhe sigurisë, por kësaj here në detin Egje. Si lufta në Ukrainë dhe Rusi, po ashtu edhe ajo në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Hamasit kanë riformsuar politikën botërore dhe mbi të gjitha atë të sigurisë. Shohim një gardë vazhdueshme armatimesh edhe mes atyre që në të kaluarën ka qenë miq për t'u bërë krah njëri tjetrit në kohë vështira, por gjithashtu kemi parë edhe thellimin e atyre armiqësive të cilat në publik kanë qenë të qarta. Mbrëmjen e sotme do të flasim për marrëdhëniet mes Greqisë e Turqisë, kërcënimet e ndërsjellta dhe aleancat që kanë ndërtuar përgjatë viteve të fundit. Turqia ka qenë një ndër kritikuesit më të mëdhenj të fushatës ushtarake që Izraeli ka bërë në Gaza, të luftës 2 vjeçare që ka bërë në enklavën palestineze. Nga ana tjetër, Turqia ka qenë një ndër vendet i cili e kanë ndihmuar Benjamin Netanyahun, duke lejuar atë të kalojë mbi hapësirën e tyre ajrore kur bëri vizitën e tij zyrtare në Hungari, e nga ana tjetër ka marrë shpërblimin marrëveshje ushtarake, të cilat do ta ndihmojnë atë të shtojë armatimet e saj, duke përfshirë një mbrojtje raketore si Iron Dome, e cila pritet të mbërrijë në Athinë, sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, por gjithashtu edhe sisteme raketore. Nga ana tjetër kemi parë përgjatë ditëve të fundit një marrëveshje e cila shkaktoi kuriozitet. Turqia era dakord me Mbretërinë e Bashkuar për të blerë 20 avion Eurofighter Typhoon në një marrëveshje financiare me vlerë 8 miliard pound. Marrëveshja u nënshkrua nga Keir Starmer, i cili mbërriti në Ankara në vizitën e tij të parë zyrtare si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar, ku u takua me Recep Tayyip Erdogan. Këto avion janë të rëndësishëm dhe duhet thënë që janë ndoshta avionët më të mirë që ka aktualisht Europa sa i përket zbulimit, sa i përket misioneve të ndryshme për të marrë të dhëna, por gjithashtu edhe për plasjeve të armatosura në ajër. Janë përdorur në misione të ndryshme duke përfshirë vitin 2011 në Libi, por gjithashtu edhe në operacione të tjera. Kjo marrëveshje sigurisht duket se ka shkaktuar zemërimin e Athinës zyrtare. Turqia ka akuzuar vazhdimisht Greqinë se ka militarizuar ishujt në Egje për të qenë kundër Turqisë në aspektin ushtarak. Por kjo e fundit duket se ruan ende e përsinë ushtarake ndaj Greqisë, ndonse të dyja vendet, siç e thash edhe pak më parë, janë në një garë të vazhdueshme armatimi. Teksa Turqia fokusohet për të blerë 20 avion Eurofighter dhe sipas mediave ndërkombëtare bëhet fjalë edhe për një paketë tjetër ushtarake me municione, Greqia duket se ka gjetur shpëtim ose më saktë një krah të ngrohtë tek Izraeli. Në vitin e kaluar u raportua se kishte një marrëveshje të nënshkruar mes dy palëve për Athinën zyrtare që të blinte nga Izraeli të paktën 600 milion euro armatime. Në mesin e këtyre armatimeve do të ishin të paktën, sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare, 36 sisteme artillerie raketore Puls nga Izraeli, ndërkohë që Greqia synon të marrë edhe Iron Dome, sistemin më të avancuar në mbar botën për mbrojtjen raketore. Por do të mbetemi tek sistemi raketor Puls, është një sistem i cili është krahasuar shpeshherë edhe me HIMARS që zotrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të rrezës së tij të veprimit që shkon deri në 300 kilometra, për shkak të predhave të ndryshme apo raketave të ndryshme që mban me kalibër 122 mm, 160 mm, 306 mm, 330 mm për të shkuar tek kapaciteti i fundit në 370 mm. Duat ndalem në pjesën e parë të War Report përpara analizës që do të bëjmë me ekspertët tanë ushtarak në një krahasim të drejtë për drejtë, të qartë, të kuptueshëm mbi fuqitë ushtarake si të Greqisë, ashtu edhe të Turqisë. Pika e parë ku do të ndalemi do të jetë tek renditja në mbar botën sa i përket fuqisë ushtarake. Turqia renditet në vend të 9, ndërsa Greqia në vendin e 30. Për të vjuar më pas sa i përket popullsisë së dy vendeve, Turqia ka një popullsi prej 84.1 milion banorësh, ndërkohë që Greqia ka një popullsi 10.4 milion banorësh. 1/8 ta e thënë ndryshe në shifra të drejtë për drejta. Për të vjuar tek aspektet e shpenzimeve ushtarake, Turqia shpenzon në mbrojtje të paktën 46 miliard dollar, ndërsa Greqia shpenzon aktualisht 6.5 miliard dollar sa i përket çështjes së mbrojtjes, por edhe të armatimit. Forca totale ushtarake të Turqisë janë 861.000, ndërkohë që Greqia ka 364.000 forca ushtarake, duke përfshirë këtu një nëndarje të tyre.
do të ndalemi tek trupat aktive ushtarake që në Turqi janë 481.000, ndërkohë që në Greqi janë 142.000. Në të gjitha këto slajda, po këto grafike që kemi parë deri tani, kemi parë një përsi të qartë të ushtrisë turke, si pasojë edhe popullsisë, sipërfaqes, por gjithashtu edhe prodhimit të brendshëm bruto sa i përket të gjitha efekteve që ka dhënë në investimin e ushtrisë. Do të ndalemi në tjera të dhëna për të folur tashmë për forcat rezerviste. Turqia ka 380.000, ndërkohë që Greqia ka 221.350. Për të vjuar më pas me forcat paramilitare, Turqia 150.000, Greqia 55.000, pra me gati 1/3 është diferenca mes dy vendeve. Vijmë tjera krahasime, flasim tashmë për tanket cilet përdoren në frontin e betejës, të gjitha llojet e tankeve. Turqia zotron 2.238 të tilla, ndërkohë që Greqia ka vetëm 1.344. Për të vjuar më tej me pajisjet, ose më saktë makinerit totale të armatosura, duke përfshirë tanke, por edhe makinerit të tjera, Turqia zotron mbi 61.000, ndërkohë që kemi edhe Greqinë, e cila është në po të njëjtin numër, por kësaj here ka një përsi të vogël ndaj Turqisë, me qindra prej këtyre pajisjeve apo këtyre mjeteve të armatosura, të cilat mund të përdoren në çdo moment në frontin e betejës. Vijmë me tjera informacione. Artilleria vetlëvizëse, bëhet fjalë për tanke të cilat kanë mundësinë që të qëllojnë. Turqia ka 1.038 të tilla, ndërkohë Greqia vetëm 589. Shohim prap një shifër e cila ka një diferencë me gati 2 fishin. Shohim tjera informacione. Lëshues raketash, cilët kanë qenë të rëndësishme në këtë kohë të sigurisë globale. Turqia dominon me 296 prej tyre, Greqia me 152. Ndërkohë sa i përket mjeteve ajrore, mjeteve cilat fluturojnë në total, Turqia ka 1.083, Greqia ka 635. Do të ndalemi në një ndarje specifike të këtyre mjeteve ajrore për të kuptuar se kush dominon sa i përket mundësisë së një fronti beteje. Avionët luftarak Turqia zotron 201, avionët luftarak sa i përket Greqisë janë 178. Një ndër qëllimet kryesore të Athinës zyrtare përgjatë viteve të fundit ka qenë që të bëjë Zoti i Qiellit në Egje, duke shtuar kështu edhe flotën e saj ajrore nëpërmjet bashkëpunimeve të ndryshme, por diçka të tillë nuk e ka lënë pas as Turqia. Dalim tek avionët për misione speciale, 28 Turqia, 8 Greqia, një diferencë me 20 copë prej tyre. Për të vjuar më pas me helikopterët 508 Turqia, 293 kemi në Greqi. Do të flasim tashmë për helikoptere të aftë për të kryer sulme, 111 në Turqi, 29 në Greqi, një diferencë gati me 3 apo 4 herë mes dy vendeve ku dominon Ankaraja zyrtare. Për të vjuar më pas me dronët, sistemet apo mjetet pa pilot, të cilat janë të afta të kryen sulme. Flasim tashmë për Turqinë, e cila është lider në prodhimin e dronëve Bayraktar, 3598 është kjo shifër e dhënë nga zbulimet më të fundit, ndërkohë që rikujtojmë se ka një prodhim aktiv të këtyre dronëve, ndërkohë Greqia zotron vetëm 145 prej tyre. Vjojmë tek trupat detar, apo trupat të cilët mund të punojnë, ose më saktë punojnë në marinën detare të dy vendeve, në marinën ushtarake. Turqia zotron mbi 100.000 trupa, Greqia ka vetëm 30.000, një ndarje kjo e cila sigurisht shihet edhe në bazë të popullsisë, por edhe investimeve ushtarake. Për të vjuar më pas në tjera të dhëna, totali i anive luftarake në Turqi është 182, në Greqi është 192, duke treguar kështu edhe synimin e Greqisë për që jo vetëm Zoti i Qiellit, por edhe Zoti i detit. Ndërkohë flasim për aeroplan mbajtëset, ka një Turqia dhe Greqia nuk ka asnjë prej tyre, dhe për të folur tashmë për nëndetëset, 13 Turqia dhe vetëm 10 Greqia. Të tjera të dhëna janë këto cilat tregojnë pikërisht edhe diferencën ushtarake mes dy vendeve. Për të bërë një analizë të sigurisë, për të kuptuar më shumë rëndësinë e armatimit, rëndësinë e shtimit të investimeve, do të kemi mundësinë që të diskutojmë me ekspertët tanë menjëherë vetëm pas siglës. Me mua mbrëmjen e sotme do të jetë në program profesor Xhavit Çala, ekspert i çështjeve të sigurisë. Zoti Çala, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në War Report. Ndërkohë në një komunikim të drejtë për drejtë do të kemi gjithashtu edhe Ledion Krisafin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe një njohës shumë i mirë i armatimeve. Ledion, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në program. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. Ndërkohë, profesor, kemi një garë armatimesh për të zotruar Egjeun. Pse po ndodh diçka e tillë mes Turqisë dhe Greqisë, përtej asaj që na ka mësuar historia?
Shko, është një rivalitet i hershëm që ka rënjët në histori. Më të fundit mund të përmenim procesin e shpërbërjes perëndorisë osmane, luftën greko-turke 1919-2022 dhe traktatin e Lozanës për traktatin e paqes e Lozanës. Nga jo janë të tëra këto që janë sot, këto rivalitete, por janë dy shtete që janë edhe shtete balkanike, në farë mënyre i ashtojnë Ballkanit edhe ato që kishte mangut Ballkani në aspektin e problematikave në fushën e sigurisë. Gjithsesi, unë do të thosha që ka vitet e fundit ka një garë armatimi, ne kemi trajtuar në këtë studio garën e armatimit edhe në nivelin e shteteve të Ballkanit, domethënë midis Serbisë, Kroacisë, Kosovës, shteteve ndërsi në Ballkan, dhe kjo ka ardhur si pasojë edhe e zhvillimeve të sotme ndërkombëtare, gjeopolitike, ushtarake e tjerë, dhe kjo do të thotë që ka një spirale në drejtim të pasigurisë. Pra, disa shtete, kur shohin që njëri shtet armatosur tek ai shtet ngjallet ajo që quhet dilema e sigurisë. Pra, duhet filloj të armatoset edhe ky. Pra, këto shtete, sidomos shtetet e fëmijë, të cilët kanë problematika të pazgjedhura nga historia, por që nuk mund të zgjidhen, mund të menaxhohen, por nuk mund të zgjidhen dot tash. Problemi midis Greqisë dhe Turqisë nuk mund të zgjidhet tani, vetëm thjesht mund të menaxhohet konflikti. Nga ana tjetër, Greqia ka patur në themel të gjithë politikës së saj të jashtme për shumë vite, nuk flas tashmë që është shtet antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, ka pas një strategji të saj që quhej Megaloideia, pra ajo që quhej Greqia për Greqinë e madhe. Dhe synimi i saj ishte jo vetëm deri në territoret shqiptare, që ne në raport me shqiptarët, domethënë, por edhe të merrte një pjesë të Anadollit, pra jo vetëm të merrte jo vetëm Konstantinopolin apo Stambollin e sotëm, por të kishte edhe pjesë, pra thelbi i kësaj teorie është që çfarë ka qenë dikur e perandorisë bizantine duhet jetë sot e Greqisë. Pra grekët e quajnë veten pasardhës të perandorisë bizantine, ashtu siç e kanë quajtur edhe quajnë serbët pasardhës të mbretërisë të Stefan Dushanit. Edhe ata po të njëjtën gjë pretendojnë. Po kështu pra ka një ndërthurje të pretendimeve. Nga ana tjetër në Turqia ndodhur pas traktatit Lozanës dhe e vën pak në shpatulla pas murit, pasi gjithë aktorët kryesor europian mbështetën Greqinë në atë kohë, gjithsesi u arrit të ruhet fal edhe Mustafa Kemal Atatürkut dhe luftës që ai bëri, u arrit që të ruhet të mos dizintegrohej edhe vetë Turqia, pra të mos coptohej edhe vetë Turqia. Pra u rrit ajo. Gjithsesi, kur u ndan në traktatin e Lozanës, ishujt kryesor të Egeut i takuan Greqisë, pra i mbetën Greqisë ishujt kryesor të Egeut. Po nuk duhet të harrojmë që një pjesë e këtyre ishujve të Egeut janë thujse në brigjet e Turqisë. Dhe këtë Turqia ka parë si kërcënim për sigurinë e saj. Në këtë, po Turqia ka qenë një perëndori dhe ju e treguat edhe me dhëna për ushtrinë, pra po ti shohësh gjithë ata ishujt, pjesa më e madhe e ishujve të Egeut janë ishuj grek, po që janë shumë afër territoreve turke, dhe kjo lidhet pastaj me pikërisht dy nga fushat kryesore ku janë përplasjet, pra që janë, po themi, mundësi për përëndim të situatës, është kontrolli i ujrave detare, por edhe kontrolli i hapësirës ajrore. Pse? Sepse këtu Greqia duke pretenduar për shelfin kontinental, pra për llogaritjen e saj hapësirës nga ishulli deri në thellësinë 6 deri 12 kilometra, për 6 deri 12 milje për hapësirën detare dhe për shelfin akoma më tepër, domethënë të njëjtën gjë pretendon edhe Turqia, dhe ky është një problem tashmë që ka ngecur në detin e Egje. Plus asaj, përplasja midis
midis tyre tashmë janë zgjeruar në 10 vitet e fundit edhe në detin e Mesdheut lindor, pra në ishujt e tjerë edhe për Bri Qipros dhe synimi... Nuk duhet të ndërpres, por ka pasur një raportim se në operacionin që kreu me titullin Luani i detit për të goditur Iranin, në fakt Izraeli tregoi një përfshirje jo vetëm me Greqinë, por gjithashtu edhe me Çiprën, duke zhvendosur disa prej avionëve më të rëndësishëm të tij ushtarak në Çipër, jo vetëm për gjatë misionit, por edhe për pritjen e sulmit që erdhi kundër sulmit nga Irani. Pra e ka konsideruar një streh të sigurt. Ju e thatë, armiku tim është miku im. Dhe më thënë, Izraeli duke filluar fërkimin me Turqinë, edhe për çështjen e konfliktit fundit që ne edhe mund ta trajtojmë në Gaza, duke e thelluar, gjeti synon gjithmonë që me kundërshtarin e Turqisë të krijojë aleancë, dhe këtë aleancë e ka edhe sot, ka një aleancë në fushën e sigurisë, nuk po them edhe në fushën e mbrojtjes, po në fushën ekonomike ka me Greqinë. Pra duke krijuar një trekënç interesant, Greqi, Çipër, me pas Izrael, Egjipt. Pra, sidomos për pas vitit 2010, nga kërkimet që janë bërë në detin në Mesdheun lindor, janë zbuluar rezervat të pa fund me naftë dhe gazi, pra që bëhet fjalë që nuk kanë filluar të shfrytëzohen, por që duhet të shfrytëzohen më pas. Por për shelfin kontinental dhe për këto ujëra kanë pretendime pothuajse gjithë këto shtete. Në këto kushte Turqia ka krijuar edhe ajo është përpjekur që të jetë shumë aktive dhe ka një doktrinë të vetën, një doktrinë të shpallur që në vitin 2006, por që është bërë pjesë e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes të Turqisë në vitin 2-3 vite përpara, domethënë. Sipas kësaj doktrine që quhet Vatani Blu ose Adheu Blu ose Mavi Vatan që i thonë turqit, ajo synon të zhvillojë dhe të mbrojë interesat turke në 3 detrat, në detin Egje, në detin Egje, në detin e Zi dhe në Mesdheun lindor. Pra, synimi është që të mbrojë interesat turke dhe turqit në këtë rast pretendojnë që këta kanë të drejtat e tyre natyrore, jo në shumë pjesë të detit të bëjnë fjalë për rreth 426.000 km2 det. Pra pretendojnë që ta ushtrojnë të drejtën e tyre në fushën ekonomike dhe në fushën e mbrojtjes. Pra në një farë mënyrë kjo është situata, por unë nuk mendoj sepse sot jemi në kohra tjera, domethënë mund të ketë nuk mund të themi që jemi në prag të një përplasje turko-greke, por fakti që tashmë ka filluar një spirale armatimi, mund i bën këto që të kenë mundësi që të hapet një shteg diplomacisë më tepër për ta. Duket se nuk po ndodh në këto momente duke pasur parasysh. Sepse ka edhe kriza tjera, ka edhe krizat e tjera. Ndërkohë, Ledion, duat kuptoj pse po vinë të gjitha këto përplasje për të treguar forcën dhe duat ndalim në 2 elementë të rëndësishëm. Vetëm pak muaj më parë, Benjamin Netanyahu tha, unë jam i gatshëm të godas edhe Stambollin nëse militantët e Hamas fshihen atje. Tensionet mes Turqisë dhe Izraelit përgjatë 2 viteve të fundit kanë qenë më të dukshme se kurrë. Nga ana tjetër duket se kemi Greqinë e cila po përfiton nga kjo situatë, apo jo? Po, Greqia ka disa vite në fakt ka krijuar një aleancë goxha të ngushtë me Izraelin, madje bëhet fjalë që në vitet në vazhdim që do të ketë edhe një angazhim shumë të madh në fushën e mbrojtjes mes 2 palëve. Për shembull, Greqia është ose ka menduar, kanë planifikuar për të investuar në një sistem mbrojtjes të ngjashëm me atë Iron Dome-in e famshëm izraelit, që në Greqi do quhet buroja Akilit, mos gaboj, është një investim rreth $25 miliardë. Mendoj që qëndrimi i Greqisë në këtë rast ndaj Turqisë është më shumë reagim se sa ofensiv, si thua. Në këtë rast, pra Greqia ka për qëllim të ruajë status quo-n në Egje dhe atë që është në momentin që është vendosur nga Trakati i Lozanës. Si Greqia, sidomos po dhe Izraeli deri diku, ja sillen në këtë mënyrë ndaj Turqisë në lidhje me si pasojë veprimeve që Turqia ka bërë. Mbi gjithë ato që dhe profesori përmendi çështet për lidhjen e shelfit kontinental, kërkesa e Turqisë për të bërë shpime për naftë në zona ujore që Greqia mendon se nuk ka të drejtë i bëj këto shpime. Tjetra është fakti që Turqia prej vitesh ka kërkuar një lloj, le të themi, rinterpretimi të Traktatit të Lozanës në lidhje me ujërat detar dhe ato miljet e famshme nga bregu, sepse
Traktati Lozanës në fakt është shumë i qartë në këtë pikë në lidhje me Egjeun, ku thotë që Turqia për te 3 miljeve heq dorë nga sovraniteti i saj, pra vetëm deri në 3 milje ka sipas Trakatit Lozanës. Dhe Turqia ka kërkuar të bëjë një lloj reinterpretimi të temit të këtij traktatit, ndërkohë që Greqia thash përpiqet të ruajë status quo-n e traktatit sepse i intereson, sigurisht është favorin e saj status quo-ja e Trakatit Lozanës. Jam dakord me idenë që nuk po shkojmë drejt një përplasje, po shkojmë drejt një gare shumë të madhe armatime, që vërtet përpiqet sidomos Greqia në vjetë vazhdim të investojë dhe më shumë. Turqia sigurisht ka pjesën e saj të investimit. Në atë paraqitje të dyja palëve që ju bët pjesë ushtarake, unë mendoj që sidomos pjesa ajrore e forcave ajrore është shumë e rëndësishme në një gjeografi të tillë siç është ajo e Greqisë dhe Turqisë, sepse nëse do kishim hipotetikisht një përplasje të mundshme mes dyja palëve, do të ishte mbi gjitha një përplasje ajrore. Dhe kjo ka bërë që Greqia të mundohet të mbajë gjithmonë një lloj balance me Turqinë, pra të investojë në forcat ajrore, të investojë në avionë të rinj, të investojë në mbrojtjen ajrore, pikërisht për të mbajtur këtë balancën me Turqinë, sepse di shumë mirë që një gjeografi e tillë si ajo e Turqisë dhe e Greqisë le pak mundësi për një luftë toksore mes palëve. Kufiri toksor mes palëve është shumë i vogël në Ja, unë dua të tregoj pak në hartë, Ledion, pa të ndërprerë çështjen e kufirit ekonomik, i cili në një grafik të ngjashme do të vinte në një të tillë mënyrë duke i lënë pjesën më të madhe është edhe më thellë madje. Është edhe më thellë akoma. Është edhe më thellë të Egjeut dhe duket sikur kemi një Turqi e cila është tërësisht rrethuar. Shkoj, ideja ka qenë që dhe Trakati Lozanës ka vendosur vetëm 2 ishuj nga ata ishuj që janë ishuj shumë të vegjël, që janë Imbros dhe Tenedos, këta janë 2 ishuj të vetëm të cilët i lanë Turqisë, gjithë ishujt e tjerë i dhanë Greqisë, dhe ata 2 ishuj në fakt kanë pasur vullsi greke, megjithëse për arsye të ndryshme kjo vullsi greke tashmë nuk është më aty, është larguar, është dëbuar, ka shumë arsye. Por gjithë ishujt e tjerë në fakt ishin popullsi greke dhe logjika e traktatit ishte e tillë që ishujve popullsi greke nuk mund të jepeshin Turqisë. Rasti se për shembull Castellorizo që është më poshtë Turqisë është as 1 kilometër larg nga toka turke në këtë rast. Kështu që jemi 2 palë të ndryshme, si thua, në një farë mënyrë. Pra grekët mundojnë të ruajnë situatën kështu siç është, sepse ju intereson kjo situatë siç është, me shelfin kontinental, me ujëra detale të tjerë, ndërkohë që turqit mundojnë të bëjnë një reinterpretim. Dhe unë mendoj që në disa raste për shembull Turqia ka tejkaluar mundësitë e saj të reinterpretimit. Pra ka kaluar vitin e kuqes, si thua. Për shembull para disa mos gaboj vitin e kaluar, nuk e mbaj mend fiks datën, ka qenë një marrëveshje që Turqia ka bërë me Libin pikërisht për ujëra detale. Që ishte një marrëveshje e cila sipas drejtë ndërkombëtare për shembull kalon çdo lloj vije të kuqes, sepse po ta hapësh hartën e shikon që Turqia dhe Libia nuk kanë kufi detar me njëra tjetrën, do të kalojnë ishuj grek, kalojnë Kretën e kështu me radhë. Pra janë veprimet e Turqisë që kanë çuar tek një përpjekje për armatim i Greqisë. Dhe unë do të shoh diçka në lidhje me krahasimin ushtarak që bëre. Dhe do kthehem edhe një herë pjesës forcave ajrore. Në raste të tilla kur lufta me shumë mundësi mund të jetë ajrore, cilësia ka më shumë mundësi se sasia. Dhe Greqia në pamjen e cilësisë është para Turqisë në forcat e saj ajrore për momentin. Kjo është një arsye pse Turqia bleu dhe do marrin deri në 2030-ën Eurofighter, avionët Eurofighter evropian, sepse nuk ai do të merrte F-35 që për momentin mund të jetë avion luftar më mirë botë, do i marrë Greqia. Pa deri në 2028 do marrë 20 copë dhe deri në 2032 do marrë edhe 20 të tjera. Dhe kjo gjë e çonte Greqinë në një hap cilësor shumë të lartë. Pra e zhbënte balancën në krahun e Greqisë. Kjo bëri që Turqia të vraponte pikërisht për të blerë këtë avion, dhe aq më tepër që ka dhe një detaj shumë interesant që po bëhet një lloj përditësimi, update i avionëve F-16 që është baza e dyja forcave ajrore të dyja vendeve, si e Greqisë si e Turqisë, dhe Greqia është duke bërë më shpejt këtë përditësim dhe këtë hap cilësor në F-16, ndërkohë që Turqia nuk është duke bërë. Pra në forcat ajrore ka një disbalancë të themi të lehtë që shkon në krahun e Greqisë cilësore. Pra disbalancë cilësore thash, sepse nuk ka shumë mundësi në raste të tilla pjesa e sasisë. Pra dhe Izraeli në luftën vetëm me Iranin tregoi që F-35 ishin jashtëzakonisht efektiv. Pra kjo gjë ndryshonte balancën dhe në favor të Greqisë në këtë pikë. Dhe kjo është arsye thash pse Turqia po nxitonte për të blerë pikërisht avion të cilët janë sigurisht cilësor, por nuk janë cilësor si F-35, që do bëjë Greqia.
Të qartë. Në fakt, është thënë, Greqia ka synuar prej kohësh që të jetë mbreti i qejve profesor. Ndërkohë, dua të flas pak për situatën gjeopolitike, dua të ndalim së bashku me të gjitha lëvizjet e fundit. Kemi parë një Izrael profesor i cili nuk ka nguruar që të godas armiqt rajonal, e siç e thash edhe pak më parë, Benjamin Netanyahu ka bërë qartë se në luftën e tij kundër terrorizmit do të shkojë kudo. A do të profitojë nga një situatë të tensionuar me Greqinë për të shkuar edhe drejt Turqisë? Raportet midis Izraelit dhe Turqisë kanë lëvizur midis dashurisë dhe urrëties. Ka patur momente që ata kanë patur raporte të shkëlqyera dhe bashkëpunim ekonomik, bashkëpunim ushtarak, sidomos edhe bashkëpunim në fushën e inteligjencës. Pra për shkëmbimin e informacioneve, për luftën kundër terrorizmit e tjera e tjera. Por këto probleme kanë filluar të rëndohen sidomos pas blokadës së detare që Izraeli vendosi për Gazan. Ka patur një incident në atë kohë rreth vitit 2012-13, mos gaboja, ose 14, ku një anije e ngarkuar mbushur me aktivist për të drejtat e palestinezëve, por edhe me ndihmë humanitare u sulmua nga Izraeli dhe aty pati pastaj u acaruan më njëherë marrëdhëniet midis këtyre dy shteteve. Në ditët e sotme marrëdhëniet thuajse janë në kulmin në majët më të prehta të tyre, janë në kulmin e acarimit për shkak se me fillimin e luftës në Gaza, Izraeli dhe në fakt këtu shteti turk në një moment të caktuar doli hapur në mbrojtje të Hamasit, gjë që nuk kishte bindë ndesh edhe me mendimin apo me dënimin që i bëri gjithë bota aktit të Hamasit. Ata fillimisht nuk u distancuan hapur nga sulmi i Hamasit, nga sulmi terrorist. Dhe kjo bëri pastaj që të ketë një rëndim të situatës, ndërkohë që në Turqi kanë gjetur stre një pjesë e konsiderueshme e udhëheqësve të byros politike të Hamasit dhe ndikimi i tyre i Turqisë tek Hamasi ka qenë mjaft i madh dhe pat një rol të jashtëzakonshëm të cilin diti ta shfryzoi mirë presidenti Trump, që e vendosi Turqinë si një nga aktorët kryesorë që e dytëroi Hamasin të ulet në tavolinë e bisedimeve. Marrëveshjet pastaj raportet midis tyre, Turqia vazhdimisht i ka dënuar aktet e agresionit, vrasjet, pothuajse çdo ditë në konferenca shtypje etj dhe ka kërkuar, ka iniciuar edhe lëvizje ndërkombëtare në këtë fushë, edhe lëvizje në bashkëpunim me vendet arabe, me vendet islamike. Pra në këto kushte ka qenë shumë aktive në përplasje me Izraelin dhe Izraeli për këtë arsye janë acaruar marrëdhëniet dhe nga ana tjetër është edhe një konkurrencë e madhe për dominim rajonal. Domethënë Izraeli duke menduar pastaj që në një farë mënyrë i dobësoi shumë Hezbollahut, i dobësoi shumë Iranin dhe aktorët e tjerë të cilët i kishin bërë një farë rrethimi të butë Izraelit, tashmë Izraeli mendoi që është kthyer në një fuqi kryesore rajonale, sidomos edhe pas rënies së Bashar al-Assadit. Por Turqia është Turqia ka qenë perandori, nuk mund të anashkalohet kaq kollaj Turqia. Dhe megjithatë do të ishte një luftë me NATO. Turqia është vend antar i NATO-s, gjithsesi me këtë politikën e Mavi Vatanit në thelb ajo ka që Turqia do të mbështesë, do të luajë rolin e saj në NATO, por do të bëjë edhe një politikë të pavarur në fushën e sigurisë. Dhe po ta shohim ne, Turqia këtë lëvizje ka bërë edhe me Rusinë. Pra në raportet me Rusinë, sepse në fund fare janë vend me të cilën janë vend kufitar në detin e Zi dhe kanë patur luftra njëri me tjetrin, kanë patur problematike njëri me tjetrin dhe kjo i ka bërë përsëri perëndimi arriti ta shfrytëzoj për mirë këtë në rastin e një marrëveshje për të liuar drithrat ukrainase të rrjedhin anijet e tyre të lëvizin për vendet e botës së tretë. Pra ka qenë ndërhyrja, ka qenë garancia që dha presidenti Erdogan dhe ndërhyrja e tij.
situata në raport me Izraelin në ditët e sotme përsëri midis Turqisë dhe Izraelit, pavarësisht se Turqia është një garante e marrëveshjes. Dhe Izraeli po bën çmos që Turqia të mos përfshihet më tepër në forcën e sigurisë. Ndërkohë që ka një deklarim të 2-3 ditëve më parë të presidentit Trump i cili po ngul këmbë, pse edhe presidenti Trump e kupton që pa Turqinë, e cila ka patur ndikim pa Turqinë dhe Katarin, të cilat kanë patur ndikim në marrëveshjen e paqes, do të jetë problematik pasaj çështja e forcave të sigurisë, pra sepse Izraeli ka deklaruar se nuk do të tilla forca dhe nuk do të pranojë. Absolutisht, por që nuk besoj se janë të dy shtete që njëri është shtet antar i NATO-s, tjetri është Izraeli është aleati kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kështu që unë nuk mendoj se mund të ketë nuk mendoj se mund të shkojnë deri në përplasje midis tyre, pavarësisht rivalitetit për një fuqi rajonale që në farë mënyrë janë të dyja, edhe Turqia është fuqi rajonale, por edhe Izraeli tashmë është fuqi rajonale, jo vetëm që është fuqi bërthamore, por që në fund fare arriti që për një periudhë 2 vjeçare të godasi rivalin e saj kryesor që nuk e njihte si shtet që ishte Irani dhe proksit e Iranit për rreth kufive të vet. Pra, unë mendoj që kjo situatë do të menaxhohet mirë nga Shtetet Bashkuara dhe nga vendet e tjera aleate me Turqinë, por edhe me Izraelin, dhe thjesht do ngrihet temperatura, do ulet, por nuk do ketë shpërthim, mendoj. Te edhe qartë. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer vetëm pas pak në War Report. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit, ku po diskutojmë balancën e sigurisë, por mbi të gjitha të forcës në detin e Egje me Turqinë, e cila vendosi së fundmi të ketë, ose më saktë, arriti një marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar për blerjen e 20 avionëve Typhoon Eurofighter. Nga ana tjetër duket se me marrëdhënie të ngushtë po vijojnë edhe relatat mes Izraelit dhe Greqisë, referuar të gjitha zhvillimeve më të fundit. Duhet ndalem sërish tek Ledion Krisafi. Ledion, më the pak më parë se rëndësia më e madhe, ose më saktë avantazhi më i madh që ka në aspektin e armatimeve Greqia lidhet me avionët luftarak dhe me cilësinë e tyre. Dua të kuptoj pak më shumë tashmë në rast të një frike, të një përshkallëzimi, kush ka avantazh më të lartë strategjik sipas terrenit? Një luftë e mundshme hipotetike thash mes Turqisë dhe Greqisë do ishte një luftë ajrore, pa diskutim, sepse kufiri i tillë, gjeografia është e tillë mes dyja palëve. Dhe ideja ka qenë që Greqia gjithmonë ka dashur të themi që pjesën ajrore të ketë minimumi balancën me Turqinë. Pra dhe nëse nuk ka avantazhin përparësinë ndaj Turqisë, të ketë minimumin balancën me Turqinë për të arritur për ta kontrolluar Turqinë në pjesën ajrore të detit të Egje, sepse një luftë e tillë thash do jetë me gjitha një luftë ajrore, nuk ka shumë rëndësi nëse sa tanka ke në rast të tilla dhe në një gjeografi të tillë. Ndryshon gjeografia nga ajo e Ukrainës dhe Rusisë në këtë rast. Unë mendoj edhe përsëri një herë që Greqia për momentin e ka një përparim të vogël cilësor në lidhje me Turqinë. Po të hysh në forcën ajrore, po të hysh në detaje avionëve që ka secila palë dhe avionëve që dëshiron të blejë secila palë, sepse dhe avionët turq që Eurofighter do vinë në 2030-ën, F-35 greke do vinë në 2028-ën, pastaj ka një 20 të tjera që vinë në 2032-ën e kështu me radhë. Po të hysh në detaje të gjithë flotës ajrore që ka secila palë, Greqia ka një lloj avantazhi ndaj Turqisë. Dhe kjo është arsyeja pse Turqia po mundohet të blejë në disa drejtime, jo vetëm nga Britania e Madhe, por mundohet të blejë Eurofighter gjithashtu dhe nga Katari dhe nga Omani, të cilët duhet të thënë që janë goxha të përdorur, pra nuk është niveli më i fundit i mundshëm në këtë moment, por mundohet të investojë gjithashtu dhe në industrinë vendase, dhe ky është një avantazh shumë i madh që ka Turqia. Turqia ka një industri ushtarake gjigante, absolutisht, Greqia nuk e ka. Pra ka mundësinë të prodhojë vetë një pjesë të madhe të armatimeve që i duhen, por për të prodhuar themi avion në këtë nivel, Turqia ende nuk e ka të kapacitet. Ka prej vitesh po punon për një avion që mos gaboj emri quhet Kan, i cili supozohet të jetë një avion i brezit të 5,
por ende nuk është në nivelin si thua për ta nxjerrë për ta prodhuar në mënyrë masive, mund të duhen dhe paktën 20 vjet më sa kam lexuar unë, paktën 20 vjet për të prodhuar në mënyrë masive një avion të tillë nëse do arrijë në atë pikë. Dhe kjo është arsyeja pse po vrapon, po nxiton për të blerë pikë avion, sepse edhe turqët dinë shumë mirë që një konflikt i mundshëm me Greqinë do të ishte një konflikt ajror, pa diskutim. Dhe ka dhe një çështje që u përmend shkarazi në këtë pikë mes Greqisë dhe Turqisë, që është çështja e Kipros. Nuk është thjesht çështja e shef kontinental, ujrave detare, takat Lozanës, por është çështja e Kipros mbi të gjitha mes të dyja palëve, e cila është një çështje që është e pazgjidhur për momentin, sepse Turqia që nga 74 mban të pushtuar pjesën veriore të Kipros, nuk ka një marrëveshje se si do jetë e ardhmja e Kipros. Do shkojnë dhe dy shteteve, do shkojnë dhe një shteti të përzier turko-grek e kështu me radhë. Pra kjo është një çështje e cila për momentin ka ngrirë, pra që në 74 ka ngrirë dhe kur Kipro u fut në Bashkimin Evropian që u bë një përjashtim i jashtëzakonshëm në këtë rast, pra u fut një vend i cili ka një problem gjigant në territorin e vet, 1/3 e territorit është e pushtuar nga një fuqi tjetër, dhe ne nuk e dimë si do shkojë çështja e Kipros, pra mund të shkojë edhe një konflikt të mundshëm. Nuk përjashtohet mundësia që Greqia e Turqia të shkojnë me njëra tjetrën pas 5 vjetësh, 10 vjetësh, 15 vjetësh apo 20 vjetësh një konflikt të mundshëm përballë njëra tjetrës për çështjen e Kipros. Dhe Greqisë në këtë konflikt të mundshëm në lidhje me Kipron, i duhet forca ajrore që po ndërton, sepse forca ajrore zakonisht ndërtohen për disa dekada. Pra nëse blihet një avion sot ose një flotë avionësh, blihet për të mbijetuar 20 vjet, 30 vjet. Për shembull, Rusia ka bombardues që të viteve 60, që vazhdojnë bombardojnë edhe sot ato Tupolevet, për shembull, vazhdojnë bombardojnë edhe sot si ne flasim në Ukrainë. Pra janë ndërkohë që diskutojmë, çfarë do të cillte një konflikt brenda NATO-s për Aleancën Veriore Atlantike? Flasim për dy anëtarë të NATO-s. Mundësia është, le themi, shumë e vogël të ndodhë në të ardhmen e afërt, pa diskutim. Ne nuk e dimë si mund të jetë një konflikt mes vendeve të NATO, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë. Greqia dhe Turqia kanë shkuar shumë afër, mos gaboj në 94-ën, një konflikt të tillë, i cili u ezaurua në atë rast, pra ne nuk e dimë se si mund të jetë një konflikt brenda NATO, sepse nuk ka ndodhur asnjëherë. Por Greqia përtej, le të themi, investimeve ushtarake dhe përtej marrëdhënieve që ka bërë me Izraelin, ka bërë një marrëveshje shumë interesante, mos gaboj vitin e kaluar para 2 vjetësh me Francën. Ka bërë një marrëveshje me Francën, në cilën nëse një prej vendeve sulmohet, do të thotë që vendi tjetër i shkon në ndihmë ushtarakisht. Do të thotë që nëse sulmohet Franca do të shkojë në ndihmë Greqia, nëse sulmohet Greqia do të shkojë në ndihmë Franca. Dhe në logjikën e NATO-s, një marrëveshje e tillë nuk ka nevojë, sepse ti ke këtë marrëveshje të tillë brenda NATO-s. Pse çfarë të duhet një marrëveshje shtesë me Francën, kur e ke, le të themi, thelbi i NATO-s ky është në fundit. Pra kjo do të thotë që në këndvështrimin e Greqisë, në rastin e mundshëm të një konflikti me Turqinë brenda NATO-s, ndoshta NATO nuk do funksionojë siç funksionon me një shtet jashtë NATO-s. Dhe prandaj duhej një marrëveshje tjetër me Francën, pikërisht brenda NATO-s për të siguruar dhe më shumë Greqinë. Pra është një çështje e pa testuar ndonjëherë, si thuaç, në terren, dhe Greqia në anën e saj ka marrë masa, si thuaç, me këtë marrëveshje që ka bërë me Francën, por dhe me marrëveshjet që është duke bërë me Izraelin për çdo rast të mundshëm. Sepse ne nuk e dimë si është një luftë mes dy vendet NATO-s. NATO mund të bëjë shumë gjëra, mos bëjë asgjë. Por ky është një skenar shumë hipotetik për momentin. Në këtë rast nuk ka për të ndodhur në të ardhmen e afërt, por thashë gjitha çështja e Kipros mund të degenerojë në një moment caktuar në vitet dekadat në vazhdim në një konflikt të hapur mes një tjetrit, sepse në çështje ku të dyja palët janë shumë të lidhura emocionalisht me çështjen e Kipros dhe vështirë të lëshojnë, si thua. E kuptoj Ledion. Ndërkohë, profesor, kjo marrëveshje mes dy vendeve të NATO-s, çfarë sjell? Kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2021 dhe është pjesë e shqetësimeve të Greqisë për raportet e saj me Turqinë, se ndryshe nuk kishte pse ta nënshkruante një marrëveshje të tillë. Pra, është rasti i parë që trajtohet në për këto aleanca që brenda një aleance, dy shtete nënshkruajnë prapë një aleancë mbrojtje mes tyre, pra një NATO brenda NATO-s. Kjo do të thotë që ka disa probleme në aleancë të cilat duhen zgjidhur për të ardhmen. E para, në rast se është pyetjen nëse dy shtete anëtar të NATO-s hyjnë në një konflikt njëri me tjetrën. Deri tashmë nuk ka procedura NATO se si mund ta zgjidhë. Kjo mund të kërkojë pastaj që të bëhen zgjidhje të duhura që të ketë një organ vendimarrës ose një procedurë që të thotë që nëse dy shtetet anëtare janë në luftë, çfarë zgjidhje do të jepet. Pra ka ardhur koha që të mendohet edhe për këtë, sepse e përmend edhe Ledioni që në rastin e Kipros pothuajse u
dy ushtrit pothuajse hyn luftë njëra me tjetrën, pra dy shtete antar të NATO-s. Pra që është e domosdoshme që të mendohet për një zgjidhje të tillë, deri tashmë këto janë zgjidhur nëpërmjet diplomacisë dhe presionit të fuqive kryesore, sidomos në rastin konkret të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, traktati i NATO-s pas kaq viteve që kur është nënshkruar, mund të ketë nevojë për rikshikime, pra për plotësime në këndvështrimin tim. Dhe ky është një nga ato raste tipike që duhet nesër mund të kemi probleme me shtete tjera në Europën qendrore, në Europën lindore, që kanë probleme njëra me tjetrën, por që situatat po shohim që edhe duke qenë antar të një aleance, shtetet nuk është se po dobësohet ajo tendenca e konfliktit. Ne kemi pas raste që u zgjidhen në kultura kësaj çështje është të zgjidhen nëpërmjet arbitrazhit, por të zgjidhen nëpërmjet strukturave ndërkombëtare gjyqësore, po e themi gjykatës ndërkombëtare drejtësisë etj. Kemi rastin për shembull të përplasjes për territore midis Kroacisë dhe Slovenisë. Slovenia në atë kohë e bllokoi antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. E bllokoi për shkak të bile për një pjesë të hapësirës detare që ishte kjo. Gjithsesi, të dy shtetet u morën vesh dhe e dorëzuan këtë si çështje të zgjidhet në arbitrazhin ndërkombëtar ose në gjykatat ndërkombëtare. Kur zgjidhet kjo punë është mirë. Rasti i Turqisë për shembull që është shtet antar i NATO-s dhe rasti i Greqisë që është shtet antar i NATO-s për të zgjidhur problemin e konfliktit për çështjet e hapësirës detare, për shelfit kontinentale dhe për probleme tjera që kanë ato në raport me detin, nuk mund të zgjidhet për momentin sepse Turqia nuk është nënshkruese e konventës për të drejtën e detit. Pra Turqia qëllimisht nuk e ka nënshkruar atë konvent, sepse që pas traktatit të Lozanës, Turqia gjithmonë ka patur pretendimet e saj që i është bërë padrejtësi, pavarësisht se një pjesë e popullsisë së ishujve është me popullsi greke, ishuj që kanë qenë, por nuk duhet të harrojmë që edhe Greqia ka qenë pjesë e perandorisë osmane dhe nuk mund të jetë ky argumenti që të përdoret që meqense këta ishujt këtu në kufi me Greqinë janë grek, atëherë i takon Greqisë kjo, sepse atëherë i bie që pse perandoria osmane nuk bëri spastrim etnik, pra që të largonte banorët të spastronte ishujt në kufi të vet, të spastronte nga popullsia greke. Pra kjo logjik nuk funksionon në rastin e kështu që kryesorja do të gjejnë çfarë zgjidhje do të jepet kësaj, pra dhe zgjidhja do të jetë vazhdimisht, pra nëse të dy palët besojnë në drejtsinë ndërkombëtare, gjë që besimi në drejtsinë ndërkombëtare po vjen po zbehet. Po zbehet, kemi një NATO të përçar, një bashkim NATO në këtë kushte është pak më në kushtet e luftës me Ukrainë, Rusi është bërë solide, por që duhet të zgjidhë edhe këto probleme, pra. Mungon pikërisht bashkimi. Po, se nëse luftojnë secili për vete, Zoti për gjithë, pastaj normalisht nuk do ketë ato rezultate të pritshme. Ju përmend raportin, domethënë, kësaj aleance të vogël. Franca ka qenë historikisht në një pozicion antiturk. Domethënë, e kanë pasur gjithmonë. Unë dua të sërish një batut me këtë gjë, ishte pamje Erdogan që gati sa si shkuli gishtin Macron këtu në Tiranë. Po, ajo boni xhiron e botës, ajo pamje. Dhe Franca gjithmonë ka qenë në krah të Greqisë, nuk diskutohet, edhe më herët, domethënë që në kohën kur Greqia fitoi pavarësinë edhe në vazhdimisht edhe në luftën kundër Turqisë etj. Ka qenë gjithmonë. Dhe sidomos pozicioni i Francës ka qenë shumë antiturk në kohën kur Turqia nënshkroi ato marrëveshjet për para antarësimin e Bashkimit Evropian, sepse Turqia ka qenë një nga vendet kandidate që kanë nënshkruar këto herët, domethënë që në vitet 60 e sa, domethënë ka qenë vend kandidat dhe mbeti gjithë jetën kandidat. Saqë në fund u mërzitën turqit dhe thanë nuk duam të jemi kandidat. Nuk duam të jemi më kandidat. Pse? Sepse perëndimi e paraqykoi, ka qenë sidomos Franca. Sidomos në çdo rrethana Franca e ka paragjikuar dhe Europës nuk i duhet ajo ideja e Europës një aleancë krishterë.
Pra që nuk I duhet një vend islamik edhe për këtë arsye Turqia s'mund të pranojë. Por Europës I duhet Turqia. Europës I duhet Turqia sepse Turqia për 40 vjet I herë për atë kontribut që ka dhënë Turqia për rreth 40 vjet të periudhës luftës së ftohtë ka qenë krahu më I fuqishëm I NATO-s, që ka mbrojtur krahu jugor I NATO-s, që ka mbrojtur përballë Bashkimit Sovjetik. Ka qenë Turqia dhe këtë e din gjithë Europa dhe ata kanë pranuar. Fakti që ndryshon rrethanat pas luftës së ftohtë nuk do të thotë që ata t'i kthenin krahat Turqisë në raport. Europa me një Turqi, pra Bashkimi Evropian me një Turqi nuk them për momentin e antarësuar, por me një pozicion tjetër të studiuar. Pra tha dhe Merz, duam të jemi partner dhe partner të jetë të ngushtë. Po, të jetë të ngushtë, pra Europa tashme atë që e lëshoi gjatë periudhës pas luftës së ftohtë tash po e kupton që Turqia nuk mund ta anashkalohet dhe Turqia është një aset që duhet ta shfrytëzojnë. E para përballë në konflikt të mundshëm me Rusinë, Turqia ka një nga është një nga ushtrit pas Shtetit Bashkuar të Amerikës ushtria më e madhe në NATO. E përmend edhe Legjoni është shteti që ka industrinë ushtarake pothuajse nga më të fuqishmet. Dhe ata patën një debat goxha të madh me Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë kohë për punën si duket ishte ndikimi I këtyre lobëve, domethënë edhe unë gjykoj që ka qenë ndikimi I lobit izraelit më shumë, sepse ka pas një marrëveshje që edhe Turqia do të merrte avion F-35. Por që më pas ju mohuan dhe në kundërpeshë Turqia pastaj mori nga Rusia mori sistemin raketor S-400 dhe këtu pastaj filloi qarja e madhe. Presidenti Trump I ka ripremtuar për avion F-35, por gjë që desa Turqia po krijon linja të tjera. Është një element I rëndësishëm me cilin dua që të marr një koment shumë të shkurtër nga Ledion Krysafi përpara se ta mbyll. Diskutuam anën e strategjike të një konflikti të mundshëm, diskutuam forcën, diskutuam pikën gjeografike dhe gjithashtu edhe historinë, por duhet diskutojmë edhe realitetin. Sot Turqia është një ndër vendet më të rëndësishme, duhet thënë, në diplomacinë ndërkombëtare, jo vetëm për atë çfarë ndodhi në Gaza, por edhe për luftën mes Rusisë e Ukrainës. Marrëveshja për nxjerrjen e grurit nga deti I Zin vitin 2022 për të vjuar edhe me takimet më të fundit mes palëve. Në këtë konflikt që ka me Greqinë, kush është avantazhi diplomatik I Turqisë? Avantazhi diplomatik më I madh I Turqisë në fakt është marrëdhënia që ka me Shtetet Bashkuara. Në këtë rast, dhe Shtetet Bashkuara vështirë që mund të lejonin, si thuaç, si Greqinë ashtu dhe Izraelin të vepronin kundër Turqisë. Apo dhe Turqia nga ana tjetër vështirë se mund të vepronte kundër Greqisë apo Izraelit pa marrë një miratim nga Shtetet e Bashkuara. Dhe Turqisë I duhet bashkëpunim me Shtetet Bashkuara. Kemi parë në takimin që kanë bërë me Donald Trump, që edhe me administratat të tjera, pra ka një rëndësi shumë të madhe Shtetet Bashkuara për Turqinë, pra është një marrëdhënie e dyanshme, si thuaç. Shtetet Bashkuara kanë një bazë shumë të rëndësishme në Turqi, baza e Incirlikut, afër me Irakun, dhe Turqia është një lloj balancuesi I lidhjes mesme në këndvështrimin e politikës amerikane. Dhe në këndvështrimin e politikës amerikane nuk mund të lejojë që një aleat kaq I ngushtë që është Turqia të dalë nga shina, thuaç, dhe të rrezikojë gjithë strukturën që Shtetet Bashkuara kanë ndërtuar në lindjen e mesme. Greqia gjithashtu është jashtëzakonisht e rëndësishme strategjike për Shtetet Bashkuara. Ka një flotë të madhe amerikane në Kretë, kështu me radhë, kështu që mes dyja palëve është Shtetet Bashkuara në mes. Pra kjo është ajo që shërben si një lloj arbitri mes palëve, pra gjyqtari I cili mund të qetësojë çfarë lloj shqetësimi ose çfarë lloj konflikti që mund të ketë mes palëve. Duhet thënë që lobi grek, po siç është lobi izraelit sigurisht është shumë I fuqishëm në Shtetet Bashkuara se sa lobi turk, kanë lobuar dhe vazhdojnë të lobojnë që Turqisë mos I jepen një pjesë e madhe e armatimeve që janë dhënë Greqisë apo që janë dhënë Turqisë nga ana tjetër. Por Turqia, si thuaç, shpesh tha profesori që shpesh mundohet të bëjë një politikë që është përtej NATO-s. Ky mund të jetë gabimi her pas here që bën Turqia, siç bëri me blerjen e sistemeve S-400. Pra ideja është që je rëndësishëm për Shtetet Bashkuara siç për NATO-n, por mos dil shumë nga data, si thuaç, mos kalo kufirin. Në këtë rast. E qartë. Ledion Krysafi, faleminderit që ishe mbrëmjen e sotme në War Report. Profesor, gjithmonë kënaqësi të ndajmë së bashku diskutimin mbi çështjet e sigurisë, mbi atë që është kryefjalë sa I përket edhe çështjeve gjeopolitike. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku ju gjithmonë mund të informoheni të parat mbi zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e botës, si dhe mund të sintonizoheni me ne në Radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.